Një punonjës policie është arrestuar në flagrancë nga Agjencia Mbikëqyrjes Policore rajoni Shkodër-Lezhë, pasi është kapur duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur dhe është përfshirë në një aksident rrugor. Sipas njoftimit zyrtar, punonjësi i policisë me inicialet GG, me detyrë pranë Komisariatit të Policisë Lezhë, është arrestuar për veprën penale drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt në përputhje me nenin përkatës të kodit penal. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22 në lagjen Caraj të qytetit të Lezhës, ku punonjësi i policisë sa drejtonte një automjet tip Nissan, është përplasur me një automjet tjetër tip Volkswagen, drejtuar nga shtetasi FN. Si pasojë e përplasjes janë dëmtuar të dy drejtuesit e automjeteve, të cilët janë transportuar menjëherë në Spitalin Rajonal të Lezhës, ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, pas aksidentit, Agjencia Mbikëqyrjes Policore ka kryer testin e alkoolit ndaj punonjësit të policisë, i cili ka rezultuar pozitiv me një nivel të lartë alkooli në gjak, duke konfirmuar se ai ndodhej në efektin e fortë të alkoolit në momentin e përplasjes.